Mirëmbrëma të gjithëve. Qëre zakonisht këto tubimet po I hapin aktivistët tona të mrekullueshme, po sigurisht sonte shtapin do shta e ka mendu me bëhen e hapjen, pasi që jam lindë dhe jam rritur në lagjën Dardania, edhe përdu mi ju falemnderu shumë që sonte jeni ka shumë prezent tu. Unë e s'fezgjati ma shumë se sigurisht me pa dorim e prit një dhe fjallën e kryetarit tashëm Prishtinës Hajrullah Qekut, po tash peftoj deputetën dhe barcën e listës së partisë Guxë Jeta Statovcin. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë të nderuar sot të pranishëm, I nderuar kryetari I arshëm I kryeqytetit Zotri Hajrullah Qeku. Të nderuar të pranishëm ministra dhe deputet, të nderuar të pranishëm kandidat për Asamblenë e Prishtinës nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Guxë, si dhe shumë të dashur qytetarë që jeni sot të pranishëm. Sot jemi në një nga lagjet më ikonike të Prishtinës, lagje që mban emrin e bukur të Dardanisë. Po përveç se emër I bukur, në këtë emër ka dhe shumë histori dhe krenari të qytetit tonë. Por kjo krenari apo reflektohet kohëve të fundit me këtë gjendje të lagjës në fjalë. Banorët këtë e din më së miri që reflektimi I qeverisjes së keqe I preku dhe lagjet më të mira. Këto javë jemi parë shpesh dhe jemi takuar me probleme të ndryshme të cilat na tregojnë për 4 vite të humbura dhe shanse të humbura të kryeqytetit dhe gjendje të degraduar nga një fushat ku kemi prekur cep më cep në çdo lagje e në çdo fshat të Prishtinës. Mirë po, çka ka ndodhur në Prishtinë gjatë këtyre viteve, let është e shpjegueshme dhe e pashme. Taksa jemi në Dardani, ju qytetarët e kësaj lagje mund të dini më së miri se kushdo tjetër se çfarë investime ka ndodhur në këtë pjesë. E ka prej juve të cilët edhe mund ta përmendin kurrizin. Mirë po, miliona euro investime e në fond pikon uji nga qatia. Prandaj me 12 tetor duhet ta çojmë në shtëpi pushtetin që I hyn uji pos sa bie shi. Dardanis dhe lagjeve të kryeqytetit duhet të ja kthejmë shkëlqimin si disa prej lagjeve që kishin urbanizëm modern, ndërsa sot përballen me probleme të përditshme. Hapësirat dhe parqet e gjelbërta shkuan duke u zvogluar dhe uzurpuar. Hapësirat publike duke u paksuar. Banesat duke u vjetruar, kurse parkingjet duke u privatizuar. Dardania duhet të rikthehet tek identiteti I saj historik dhe ta ruaj karakterin urban dhe original të lagjës, duke e gërshëtuar këtë me projekte të shumta moderne që japin jetë dhe frymë kësaj lagje. Duhet të shtyjmë përpara projekte që japin zgjidhje problemeve të qytetarëve dhe u japim zhvillim lagjeve të kryeqytetit. Komuna është e qytetarëve dhe kryeqyteti është pasqyra e Republikës. Pasi që kemi Republikën në duar të sigurta dhe këtë siguri e ka shprehur qytetari në zgjedhjet nacionale,
është koha që dhe Prishtinën ta kemi në duar të sigurta. Me Hajrullah Shekun, Prishtina bën kthesën e madhe, kthesën që i duhet. Na duhet një Prishtinë që na bën krenar, që i kthehet urbanizmi, kultura, turizmi, funksionaliteti e pastërtia. Na duhet një Prishtinë që pas 4 viteve, kur të hymë në fushat, mos të mbesim të mbeturinat si temë elektorale. Ne jemi bashk, vetëvendosje dhe guxo, sepse na bëjmë bashk qëndrimet, parimet dhe idet e shëndosha. Ne jemi të përbashkuar, sepse kemi të përbashkt interesin e qytetarëve, ndërsa ata tjertë e kanë të përbashkët interesin e tyre. E kur ata interesa përplasen, ata nuk e qajnë as kokën për qytetarin, edhe në qoftë se kjo nënkupton ngulfatje nga mbeturinat. Bashkë me kryetarin në ardhje Hajrullah Shekun, lagjet e Prishtinës do të marrin pamje tjetër. Prandaj me 12 tetor përfundojnë eksperimentet e atyre që janë, si dhe atyre që bashkë qeverisën, kurse sot hudhin kritika ndaj njëri tjetrit. Fajim për gjendjen e kryeqytetit sot është i atyre që para 4 vite premtuan ndryshim, kurse kryeqytetin e lanë në stagnim. Prandaj Prishtina duhet të jetë prioritet në vazhdimsi, e nuk duhet të jetë prioritet i atyre që shfaten veç çdo 4 vjet. Ajo duhet të trajtohet çdo ditë. Bashkë me Hajrën ne ofrojmë ndryshimin e vërtet për një Prishtinë funksionale dhe të jetueshme. Faleminderit shumë. Atëherë, kom derin dhe respektin e veçantë që për një fjalë rasti të ftoj zotrin Hajrullah Sheku, kryetarin e ardhshëm të kryeqytetit. Dardani, faleminderit për këtë pritje madhështore, na keni ngrohtë zemrën, edhe uroj që me zemrat të ngrohta do t'jemi deri me 12 tetor për festën tonë të madhe gjithë së bashku për Prishtinën tonë. Unë sonte duhet të pranoj para jush që kam emocione, dhe këto emocione lidhen me lagjen Dardania, po a shpjegoj pak shkurtimisht sepse janë emocione personale dhe lidhen me jetën time. Emocionet janë të shumë thjeshta, po e filloj nga emocionet e fëmijërisë sime që lidhen me Dardanin. Sa herë si fëmijë që kam marrë në Prishtinë, kryesisht kam qenë në Dardani sepse hala ime ka banu këtu në Dardani dhe këto janë emocionet e para që i ko marrë unë për Prishtinën përmes Dardanis. Emocioni imi dytë me Prishtinën, prap me Dardanin, lidhet me ardhjen time në Prishtinë, me njerë pas lufte, lagja e parë, ku kam banu, mase që ko marrë në Prishtinë, është Dardania, banesa prapa postës së madhe. Vitet e parat mia në Prishtinë i kam jetu në Dardani. Për këtë arsye, Dardania më ka bë me u dashuru në Prishtinën tonë.
ngjarje kam edhe një emocion tjetër shumë të fortë. Edhe bashortja ime është nga Dardania. Ajo e ka kryer shkollën pikërisht këtu në shkollën Dardania dhe unë jam shumë i lumtur që kam kaq shumë lidhje edhe personale edhe familjare me Dardanin. E natyrisht Dardania për te lidhjeve të mia personale dhe emocionale është një lagje që i ka vënë shumë, jo vetëm Prishtinës. Shumë emra të mëdhenj, të artit, të sportit, të dije janë nga Dardania dhe unë sonte përkulem me shumë respekt ndaj kësaj lagje, e cila është një nga lagjet më të njoftuna, më të mira të kryeqytetit tonë, mirë po edhe me shumë probleme në të njëjtën kohë. Prandaj dhe Prishtina e bashkë me të edhe Dardania kanë nevojë për vizion. Mua më vjen shumë keq që disa nga kundërkandidatët nuk e duan fjalën vizion sepse ata premtojnë ndryshime të shpejta. Mirë po ju keni pa çka ndodh kur premtohen ndryshime të shpejta e premtohen mrekulli. Nuk ndodh asgjë sepse duhet para së gjithash qasje serioze, duhet punë sistematike, duhet përkushtim, po duhet edhe me dashur këtë vend. Pa dashur këtë vend nuk mundesh me ndrejq. Ky është vizioni ynë. Kjo është qasja jonë, sepse pas kaq shumë viteve ka ardhur koha që problemet e Prishtinës me i zgjidh me themel. Jo improvizime e jo fasada, por përkushtim që me i zgjidh problemet njëherë për gjithmonë. Shumë e madhe për Prishtinën tonë që edhe sot përballemi me mungesë të ujit të pijes, me sistem të ujësjellsi që rreth gjysma e ujit humb në sistem duke ardhur në shtëpitë tona. Fatkeqësi shumë e madhe që Prishtina jonë ende ka probleme me kanalizim, edhe atë fekal, edhe atë atmosferik. Fatkeqësi shumë e madhe që në shumë lagje e fshatra të Prishtinës ende kemi kolektor e kanalizime të hapura që kundërmojnë dhe janë burim i sëmundjeve. Për këtë arsye duhet vizion, duhet përkushtim, duhet durim, duhet guxim, e të gjitha këto ju e dini. I ka vetëvendosja dhe do t'i kemi edhe në qeverisjen tonë të ardhshme. Të dashur banor të Dardanis, shumë ndërtime në periudhën e pas luftës nuk i kanë zgjidhur problemet e juaja. Aty ku kemi ndërtuar, është ndërtuar keq, është ndërtuar mrapsht dhe sot, edhe pse kemi investuar shumë, problemet i kemi përsëri evidente. Propozimi ynë, qasja jonë është shumë e thjeshtë, një herë planifikim, pastaj ndërtim. Koeficientet e ndërtimit nuk duhet jenë aty për përfitime të disave, por për përfitime të përgjithshme për qytetin, për lagjet tona. Ne kemi nevojë që përmes ndërtimit, pra nuk kemi asgjë kundër ndërtuesve, përkundrazi ata i shohim si mbështetës të vizionit ton, por ndërtimi bëhet me planifikim. Koeficientet nuk bëhen për përfitimin e disave, por për t'i bërë lagjet tona të jetueshme në mënyrë që ne banesat tona të mos i kemi vetëm sa për të bërë një gjumë, po ta kemi hapësirën tonë publike, ti kemi qerdhet, ti kemi parqet, ti mirëmbajmë ato dhe të jetojmë si në një kryeqytet evropian. Platforma Prishtina 2035 është platformë e qytetarëve, sepse hapësira publike i takon qytetarëve, sepse lagjet tona duhet të jenë të jetueshme, sepse trafiku duhet të lëviz, sepse mbeturina duhet të mbledhen, sepse parqet duhet të mirëmbahen, sepse rrugët tona duhet të jenë të ndriçuara. Pra, kërkesa e banorëve është në fakt elementare e në fatkeqësisht sot ende kemi probleme bazike. Një nga ato probleme janë edhe shkollat e kryeqytetit tonë.
Shkollat tona duhet jenë ambiente të këndshme për fëmijët e tonë. Dhe kur punojmë për shkolla, duhet jemi shumë të kujdesshëm se si trajtojmë fëmijët e tonë. Nuk bën eksperimente në kurrist fëmijëve të nxënësve. Nuk ka mundësi me nis mësimin tërditor pa i bërë reformat e duhura paraprakisht. Me ambientet e shkollave të Prishtinës nuk ka hapësinë as fizike për mësim tërditor. Prandaj paraprakisht duhet të rinovojmë shkollat, duhet të rrisim hapësirën, duhet të krijojmë mundësi për aktivitet edhe fizik, edhe sportiv, edhe artistik, edhe laboratore, edhe pajisje, edhe rekuizita, edhe instrumente, edhe digitale, në mënyrë që fëmijët e tonë pjesën e dytë të ditës ta kenë të këndshëm e jo të mbyllen në për shkolla në bankat e njëjta me orë të tëra. Por nuk mjaftojnë vetëm shkollat, propozimi ynë është që në çdo lagje të Prishtinës, përveç rinovimit të shkollave, adaptimit të hapësirave për mësimin tërditor, të ndërtohen edhe të paktën nga 2 qerdhe të reja publike dhe me bazë në komunitet. Dhe me këtë rast, kur i kemi shkollat me mësim tërditor, por kemi edhe mjaftueshëm qerdhe me koste të përballueshme për të gjithë, pa dallim, atëherë edhe gratë do të kenë më shumë kohë, më shumë mundësi, edhe për punë, edhe për karrierë, edhe për biznes, dhe në këtë mënyrë ne do të sigurojmë barazi mes burrave dhe grave, dhe me angazhimin e grave në ekonomi, në tregun e punës, Prishtina jonë do të ecë përpara edhe më shpejt, edhe më mirë. Të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, në këto 2-3 ditët e fundit, e pam edhe njëherë shumë mirë se si duket puna me improvizim, se si duket qeverisja pa plan dhe pa koordinim. Na erdhi ky i ftohti e kjo borë ndoshta pak para kohe, por mbeten edhe shkollat, edhe banesat pa ngrohje qendrore. Ne duhet ta ndrojmë këtë mendësi të qeverisjes. Ngrohja duhet jetë aty kur bën mot i ftoht, jo kur e ka afatin me undezë dhe me na ngrohë në për shtëpitë tona. Ata që u vonuan ta bëjnë gati dhe ta mbushin me ujë pishinën e Gërmisë, u vonuan edhe të lëshojnë zemjet qendrore, e shumë shkolla mbetën pa ngrohje, e fëmijët pa shkon shkollë. Qeverisja e papërgjegjshme e meriton ndëshkimin e qytetarëve, e Prishtina ka qytetari të ndërgjegjshme për të ndëshkuar qeverisjen e papërgjegjshme, e data është afër me 12 tetor kismet. Po e çojmë për shpije kryetarin aktual dhe bashkarisht po e nisim një bashkëqeverisje, pra komuna me qytetarin, me organizatat, me bizneset, me komunitetin, me banorët e lagjës, do të nisim një sistem të ri se si i trajtojmë, si zgjidhim problemet e tona. Unë sonte kam një pyetje për ju, e pyetja është shumë e thjeshtë, çka u bë në Dardani në këto 4 vitet e fundit? E kemi një lëvizje aty Albin Kurti për na bashkohet. Mirëmbrëma kryeministër, mirë se erdhe. Faleminderit që je sonte këtu me ne në këtë tubim shumë të bukur të Dardanisë, dhe unë sapo e bëra një pyetje për banorët sonte këtu, dhe pyetja është
çka u bë në këto 4 vitet e fundit për Dardanin. Cili ka qenë investimi i komunës në këto 4 vite për lagjen Dardania? Jo, ka qenë një, tuneli. Tuneli i Kurrizit, i cili u promovua si kur të ishte ndërtimi një aeroporti të ri të Prishtinës. Mirë po, çka ndodhi është se me pak shije borë në të ditë e fundit, i doli boja tuneli, sepse ishte asgjë më shumë se sa një fasad, një improvizim, për të cilin pati shumë PR, shumë promovim e shumë filma. Kështu ka qenë gjithë qeverisa në këto 4 vite. Kryetari aktual, para 4 viteve, ishte totalisht i panjoftun në qytet. A i fitoi me mashtrim, qeverisi me PR, e tash po e mbyll me improvizime, po ne sonte po i themi nga Dardania, mjaftë me improvizime, duhet filloj puna e vërtet në Prishtinë. Kur bën shumë PR për 4 vite, kur komunën e transformon vetëm në Facebookun tëm, pastaj mjafton një shi lehtë për me demasku gjithë atë propagandë të lodhë që ka ndodhur në këto 4 vite. Por, cila është platforma jonë për Dardanin? Më lejoni t'ju prezentoj 10 pikat e tona, të cilat nisin së zbatuari me njëherë, me të filluar mandati ynë i parë. Ne e kemi propozuar një metodë për identifikimin e problemeve dhe për përcaktimin e prioriteteve të buxhetit të komunës. Quhet kartela e lagjes dhe me këtë kartel po identifikojmë të gjitha nevojat për investime në përlagje. Në Dardani na ka rezultuar sepse i kemi konsultuar banorët, kemi biseduar me juve ditëve të kaluara dhe javëve të kaluara. Çështja e parë shumë serioze janë ashensorët e ndërtesave e banesave të Dardanis. Pjesa dërmuese e ashensorëve janë të vjetruar, janë të rrezikshëm, nuk mirëmbahen, disa nuk funksionojnë fare. Prandaj, nga viti i parë i mandatit fillojmë vendosjen e ashensorëve të ri në të gjitha ndërtesat kolektive të Dardanis. Mirë po, problemet e banimit kolektiv në banesa të Dardanis nuk përfundon vetëm me ashensorët. Ne kemi parë që edhe kulmet e banesave janë të paqëndrueshme, janë me materiale të vjetra, ka shpesh rrjedhje të ujit, prandaj duhet bashkarisht të angazhohemi dhe këtë ta bëj komuna, sepse banorët shpesh nuk mund ta përballojnë financiarisht, që të bëjmë riparimin, rinovimin e të gjitha kulmeve të banesave. Gjithashtu edhe bodrumet e banesave shpesh përmbyten nga uji, janë hapësira të rrezikshme dhe ato kërkojnë intervenim emergjent, kuptimin e hidroizolimit, pastrimit dhe mirëmbajtjes së bodrumeve në banesa. E për ta kompletuar investimin ton në banesat e Dardanis, ne do të punojmë shumë edhe në izolimin termik, edhe në fasadimin e banesave, sepse me këtë mënyrë ne ngrisim edhe eficiencën e energjisë në këto banesa. Të dashur banorë të Dardanis, intervenimet tona në banesat e Dardanis janë investime që përballohen shumë lehtë me buxhetin e komunës së Prishtinës, nuk ka nevojë as me shku te qeveria, as me kërku grant, as me arsetu që dikush po na bllokon, veç duhet me hip punës edhe me kry këtë çështje, sepse kjo ndikon në mirëshenjen e banorëve që janë aty. Problem tjetër shumë evident i Dardanis është uzurpimi i hapësirave publike. Ne jemi shumë vetëdijshëm që hapësirat publike u takojnë qytetarëve dhe na duhet një aksion i menjëhershëm në bashkëpunim edhe me juve për lirimin e të gjitha hapësirave publike nga uzurpimet, ndërsa
Na duhet një dialog me të gjitha bizneset dhe lokalet në mënyrë që shfrytëzimi i hapësirave jashtë lokaleve të rregullohet në atë mënyrë që nuk u pengon banorëve, nuk u pengon qytetarëve. Hapësira publike është e banorëve e tillë duhet mbetet në Dardani. Ne jemi shumë të interesuar që të bëjmë edhe mirëmbajtjen e duhur të parqeve. Dardania është lagje e parqeve, e këndeve të lojrave, mirë po ato nuk po shfrytëzohen sepse nuk ka mirëmbajtje. Investimi ynë, angazhimi ynë përmes ndërmarrjeve komunale do të jetë i menjëhershëm dhe i përhershëm, sepse nuk mjafton vetëm me bëj investime, o shumë rëndësi edhe mirëmbajtja e sidomos e parqeve në Dardani. Kaosi me parkingje është një nga problemet më të mëdha që na shkakton stres të përditshëm. Edhe në mëngjes kur dalim nga shtëpia, mos na ka bloku dikush daljen nga parkingu, po edhe kur të kthehemi nga puna dhe obligimet e tjera, a do të gjejmë parking edhe hapësirë të lirë për parking. Ne patëm një rast shumë problematik, një rregullore të Prishtina parkingut, kemi nevojë urgjentisht ta rregullojmë atë dokument, ta bëjmë një rregullore të re, e rregulloria e Prishtina parkingut duhet para së gjithash të jap përparësi banorit të lagjes, pastaj vinë të tjerët. Njëherë hapësina të sigurta për parkim për banorët e lagjes, pastaj edhe të tjerët. Dardania është e njohur edhe për qendrat e saj tregtare, por totalisht të pamirëmbajtura dhe tashmë të rrezikshme për sigurinë e banorëve dhe trive. Qendra tregtare të Santeja, të Kurrizi, të Posta e Re do të rregullohen, do të rinovohen, do të funksionalizohen dhe ato përveç se do t'i shërbejnë biznesit, aktivitetet biznesit aty, ne disa nga ato hapësira do t'i ridestinojmë për nevojat të ndryshme publike, për kulturën, për rinin, për aktivitetin, sepse Dardania gjithmonë ka qenë e gjallë e na duhet edhe aktivitet më shumë rinor, kulturor për t'i ringjallur këto hapësira të qendrave tregtare. Pika jonë e 9, sepse nuk i numrova kështu një nga një, po deri tash u bën 8 pika. Pika jonë e 9 për Dardanin janë hapësirat sportive, hapësirat për të moshuarit, qasje më e lehtë për personat me aftësi të kufizuar dhe siguria publike përmes ndriçimit, po jo vetëm ndriçim pak para zgjedhjeve, ndriçim i qëndrueshëm, ndriçim eficient dhe ndriçim që mirëmbahet gjatë gjithë kohës. Pika jonë e fundit për Dardanin, pika 10 brenda mandatit ton të parë, është tregu i lagjes. Ky është një koncept i yni për të gjitha lagjet e Prishtinës, nga një treg të gjelbër për çdo lagje, aty ku fermeri i fshatit të Prishtinës mund ta sjellë produktin e tij dhe ne të kemi mundësi të ushqejmë fëmijët e tanë me produkte cilësore të fermerit të fshatit të Prishtinës. Dhe për mirëmbajtjen e tregjeve të lagjeve, por dhe për mirëmbajtjen e tregjeve ekzistuese, tregut të gjelbër në qendër, tregut të Ulpianës, ne do ta themelojmë ndërmarrjen e re komunale tregu, e cila do të mandatohet për të menaxhuar dhe për të mirëmbajtur të gjitha tregjet e Prishtinës. Vizioni ynë është i qartë, punët që na presin i kemi parasysh të gjitha, sepse edhe kemi folur me juve, edhe i kemi konsultuar ekspertët, vullnetin e kemi gjithmonë të qelikt, guximin e kemi gjithmonë aty, ne na duhet mbështetja juaj tash me datën 12 tetor, por edhe pastaj, sepse ne duam të qeverisim bashkë me qytetarin. Unë ju falenderoj shumë edhe për këtë prezencë, edhe për entuziazmin, edhe për mbështetjen e përhershme për lëvizjen në vendosje, e tash lejoni që ta ftoj kryeministrin Albin Kurti për fjalën e tij. Faleminderit.
Të nderuar qytetarë të Prishtinës, të dashur banor të Dardanisë, është ndere kënaqësi të vi në këtë lagje e cila është zemra e historisë urbane të kryeqytetit tonë. Kjo është një lagje në të cilën edhe vetë kam banuar për afër një dekadë, të Santeja dhe të Krojbardh, dhe besoj që të gjithë pajtohemi se vedia jonë mbi Prishtinën urbane, mbi rinin, është aq shumë e lidhur pikërisht me lagjen Dardania. Dhe ku ka më mirë se të themi që ashtu qysh Prishtina është në Dardani, si kryeqyteti Dardanis, edhe Dardania është në Prishtinë, si kryeqendër urbane e këtij kryeqyteti të Republikës. Dhe se Prishtina është kryeqyteti i Dardanisë, jo thjesht i Republikës Kosovës, na u dëshmua së fundmi pikërisht gjatë mandatit të ministrit të kulturës Hajrullah Qeku, i cili me ekipin e arkeologëve shqiptar nga Kosova dhe francez nga Ecole Normale Supérieure në qytetin antike Ulpiana e zbuloj mbishkrimin Dardania të perandorit Justinian si dhurat e një tempulli për gruan e tij Teodorën nga shekulli i 6. Dardania është jo vetëm një lagje banimi, Dardania është identitet. Është shembull i modernizimit Prishtinës në vitet e 60-ta e 70-ta, por është njëkohësisht edhe hapësira ku sot rritën gjeneratat e reja, ku bashkjeton energjia e brezave të ndryshëm dhe ku pulson fryma e qytetit. Dardania është krenaria e kryeqytetit, kushdo që flet për Prishtinën e ka parasysh këtë lagje si simbol i fort i saj. Por dashur qytetar, siç e shohim gjithë dhe siç e përjetojmë çdo ditë, kjo Prishtinë që kemi sot nuk është ajo ku ne meritojmë të jetojmë. Na takon shumë më tepër, meritojmë shumë më mirë. Në vend të një qyteti funksional, kemi tash një qytet të lodhur nga kaosi, nga mungesa e planifikimit dhe nga vendimarrja pa vizion. Shumë lagje, përfshirë edhe Dardanin ton, e kemi të lënë në harres nga pushteti lokal. Në vend të projekteve konkrete, të dobishme, kemi parë improvizime dhe fjalë të mëdha që nuk kanë sjellë rezultate. Para 4 vitesh, qytetarëve ju dhanë premtime të shumta dhe renderat bukur. Sot, 4 vite më vonë, realiteti mbetet e njëjtë. Një Prishtinë e ngjecur, e mbytur në mbeturina, me lagjet harruara e pa shërbime, me ndërtime pa plan e hapësira publike të uzurpuara, me vendime e veprimi jo ligjore, me nepotizëm në punësime e klientelizëm në kontrata. Tani përsëri në format të ndryshme, por me përmbajtje të njëjtë, qytetarëve të Prishtinës po u serviren premtimet e vjetra nga po të njëjtë të vjetër. E ne kemi nevojë për diçka të re. E ajo që është e re, është numri i lëvizjes vetëvendosje 105 dhe kandidati ynë kryetar Hajrullah Qeku. Këtë 4 vjeçarin që po përfundon e kur se si do ta lejojmë na përsëritet, ato të tjerët, dikush më pak, dikush më gjatë, herë ndaraz e më shumë bashkë, e kishin mundësinë e tyre për Prishtinën. Por çfarë bën ata? Ata dështuan. Ata e dështuan Prishtinën. Se për që e dështuan veten,
nuk ka ndonjë kosto për neve, po për që dështuan Prishtinën, kemi kosto jo thjesht të gjithë, po secili prej nesh, çdo familje e kryeqytetit. Ata dështuan se Prishtina nuk ka më kohë tash e as durim me ta për eksperimentet të dështuara, aventura të rrezikshme. Prishtina tashmë e ka një shans të artë e ky shans quhet Hajrullah Qeku. Hajrullah Qeku është njeriu i cili e njeh Prishtinën më mirë se kushdo, është njeriu i punës konkrete dhe i rezultateve të prekshme. Ju e keni parë se Hajrullahu e njeh kryeqytetin, por në të njëjtën kohë vazhdon ta studiojë atë, sepse e ka qytetarin në mendje dhe për shkak se e ka shërbimin në zemër. Hajrullahu si deputet i Republikës, si ministër i qeverisë, çdo punë që e merr e krye me përkushtim dhe e çon deri në fund. E ata të tjerë kanë fjalë të mëdha e punë qysh të vinë. Duhet të flasësh për qytetarin, me qytetarin, dhe të punosh vetë i pari, e ta kesh organizatën që të mbështet, e në këtë rast nuk është vetëm organizata e lëvizjes, po edhe qeveria e Republikës që kërkesat e projektet e Hajrullah Qekut i merr si obligim me përgjegjësi dhe i zbaton të gjitha ato me njëherë e një nga një. Sepse do të qytetar, si kryeministri i Republikës, duhet një kryetar i kryeqytetit me të cilin mund të bashkëpunoj. Me këtë kryetarin aktual, edhe në ditë që është kryetar, nuk ka mundur të bashkëpunoj, sepse ai ka ankesa e nuk ka kërkesa. Ai është një kryetar i cili në vend se të bashkëpunoj me qeverinë, e përdor komunën si platformë për rivalitet politik e opozitarizëm ndërpartijak. Komuna nuk është vendi ku bëhet opozitarizmi. Qeveria dhe komuna duhet të bashkëpunojnë. As 1/3 e buxhetit Prishtinës nuk e siguron komuna nga tyrat vetanake. Bashkëpunimi është i domosdoshëm për hir të qytetarit. Dhe përveç se s'ka pas bashkëpunim, ka pas edhe dëmtim. Ka edhe borxhe, ka edhe mbrapshti e dëme, përveç se nuk ka dobi e frute. Prandaj, në këtë situatë në të cilën ndodhemi, është e domosdoshme ta kemi një kryetar të komunës, i cili në kryeqytet e parasheh banimin e përballueshëm dhe social. Banimin e përballueshëm për çiftet reja e atë social për familjet nevojë. Na nevojitet një kryetar i kryeqytetit që e kupton që kompetenca kryesore që ka, në fakt është arsimi. Arsimi në Kosovë është i decentralizuar. Ministri Arbrien Agavci na tregon këtë më së miri. Në njërin anë kemi decentralizimin në për komunat arsimit, e në anën tjetër kemi autonominë e universitetit. Kryetari i komunës duhet të angazhohet maksimalisht për shkollim, për edukim, duke filluar nga qerdhet. Pa e dini çfarë, në 4 vjeçarin e kaluar, as një qerdhe e re e Republikës anime me doktor Qemal Aliun, 5 qerdhe të reja, merrni me mend. Merrni me mend, çka do të thotë kryetar kryeqyteti. 4 vjet as një qerdhe, Qemal Aliu e ka gjetë një qerdhe në shtime, i ka bërë 6.
Shpejtin Bulliqi, në lapë në Podujev, e ka gjetë 1 qerë dhe i ka bo 9, tash pe i premton edhe 14. Kjo të regon kur ka vullnet kryetari, sa puna mund të bëhet. Po kur i mungon vullneti kryetarit, ai më nuk është kryetari. Kryetari pa vullnet nuk është kryetari. Kjo është sikur ajo fjala anekdotike e popullit që thanë, këngëtar është, thanë, po nuk kënën. Qysh këngëtar është e nuk kënën. Nëse s'kënën s'është këngëtar. Pra, kryetari pa vullnet nuk është kryetar. Po ne kemi vullnetin tonë. Për një kandidat që pa vullnet më po kryetar, e që do t'jetë kryetar i kryeqytetit me vullnet, Hajrullah Çeku. Hajrullah Çeku, si që pat, nuk flet për improvizime, kamuflime, po për një vizion me program e projekte që këthen qytetin tonë model zhvillimit urban. Ky vizion nuk është vetëm i Hajrës, ky vizion është i të gjithë neve. Ky është vizioni i lëvizjes vetëvendosje dhe Hajrullah Çekun e kemi përherë midis nesh e në balë të kësaj gare, rezultatin e së cilës do ta vullosni ju me votën tuaj në vendvotimet anëmban kryeqytetit e posaçërisht këtu në Dardani të dielën e 12 tetorit, atëherë kur parafërsisht në këtë kohë, pas numërimit të rezultateve, të gjithë bashkë jemi duke festuar fitoren tonë për bashkë. Kjo garë ka nevoj për të gjithë juve bashkë, për secilin e secilin, për t'ja kthyer dinjitetin Prishtinës, për t'ja kthyer zhvillimin ekonomisë kryeqytetit dhe njëkohësisht për ta sjell barazin midis qytetarëve të kryeqytetit. Të dashur qytetarë, këto zgjedhjet 12 tetorit nuk janë thjesht vetëm votim për një kryetar, ato janë referendum për të ardhmen e kryeqytetit. Referendum për të ardhmen e kryeqytetit. Referendumi fitohet me vullnetin e qytetarëve që guxojnë, me vullnetin e qytetarëve që dinë, me vullnetin e qytetarëve që duan, e të tillë janë votuesit e vetëvendosjes dhe mbështetësit e vetëvendosjes që kësaj radhe e kanë kandidatin e shkëlqyer më të mirën në këtë shekull që prej çlirimit në kryeqytet Hajrullah Çeku. Zgjedhja është e qartë sepse zgjidhja është e qartë. Ose për Prishtinën e stagnimit, e privatizimeve, e të korrupsionit, ose për Prishtinën e zhvillimit të barazisë e të funksionimit. Përgjigjja është e qartë, ne që duam zgjidhje do të zgjedhim dhe kemi pse zgjedhim sepse e kemi zgjidhjen. Lëvizjen tonë e tuaj vetëvendosje me numër 105, me kryetar Hajrullah Çekun e me kandidatët për asamblenë komunale që ndodhen po ashtu këtu midis jush e para meje e që do t'ja shënojnë shumicën solide kryetarit të ardhshëm Hajrullah Çeku, ashtu që ky vizion me program e projekte kur shndrohet në vendim komune ta ketë legitimitetin e plot me shumicën në kuvendin komunal që përbëhet prej këtyre asamblezëve të ardhshëm nga vetëvendosja, nga partia buzor, nga alternativa në kryeqytet. Ju bëj thirrje andaj që të mobilizohemi maksimalisht. Prej 18 vjeç deri në 88, 98, 100, 105.
mobilizim maksimal për dalje masive, për fitore masive, për Hajrullah Qekun, kryetar dhe për fitoren e udhëheqjen e lëvizjes vetëvendose. Përmes jush, ju bëj thirrje edhe miqve, dashamirëve, shoqeve, shokëve, familjes e farefisit, që ta keni gjithë një në mendje, se secila votë është e vlefshme dhe të gjitha votat janë të barabarta. Ditëve tjera nuk jemi bashkë barabartë, po me 12 tetor për këto zgjedhje sistemi hapet njësoj për të gjithë, shfrytëzojeni masivisht për fitoren masive të Hajrullah Qekut. Faleminderit shumë për mbështetjen që na keni dhënë në këto 20 vjet. Dhe tash, të dashur qytetarë Dardanisë, kush e ka votuar lëvizjen vetëvendosje me 9 shkurt, duhet ta votojë lëvizjen vetëvendosje përsëri me 12 tetor. Kush nuk e ka votuar lëvizjen vetëvendosje me 9 shkurt, duhet ta votojë lëvizjen vetëvendosje me 12 tetor. Kush ka votuar me 9 shkurt, duhet ta votojë Hajrullah Qekun për kryetar të shtetit. Dhe gjithë ata që nuk më kanë votuar mua me 9 shkurt, votojeni Hajrullah Qekun me 12 tetor për kryetar të shtetit. Faleminderit shumë, e mirupafshim në aktivitetin e tubime për çdo ditë deri në 12 tetor, kur do ta festojmë fitoren tonë të mëdha. Natën e mirë.